Edhe nga kjo, ato shmangan të shimë. Ja, s'pa ja dhurojmë, thot. Po dhe poplin, ja, do të rrejmë, thot. Do të mashtrojmë. Poplit është i kur e len rrugën e Zotit, është i gatshëm për viktim. Keni vore e kur të procesin prindit. Këte më se ba, këte më se ba, këte më se ba, këte më se ba, edhe pa i numëron njonit e shituan ku, ke prindi vetë, ke unë. Mbi 100 gjona dha, këta jo, këta jo, këta jo, mbi 100. Thash 100 këmërdishtu unë, që mës me i ba. 200 janë, 300 janë. Po, të ka thonë mirë prindi. Edhe, këto të shti, nuk i besojnë këto. Edhe vazhdojnë, deri ke mashtrimi i pushtetit, Allahu Xhelal thot, do t'jem në xhenem për gjithmonë. Edhe i treti ishte të shtej fukaraj me një madhë. Pasha Allahun, kur e përmen këtë tretin, pse më ka ndodhë vetë o vlezër. Vetë më ka ndodhë për të ndihmu më bërshliun. Tha shif në i tjetër se ne s'kemi nevoj. Po hike qoj borgjën pra, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përmendëm hadithin këtu ne, tha me një madhi dhe ai që ka borgjë, nëse vdesin dhe më thonë, pa me një masi dhe pa borgjë, shkojmë në xhenet. Pra, po shko pra qoj e lek burit huj. Më fleqen e mu këtu si lagje, si shok, si mik, si kom shik këtu, edhe mu më fleqe. Burit huj të kërkon lek të ti. A e martova djalin, po. Pse e martova me borgjë? Pse si qove lek të atyre mobiljeve të ti? Pse? Mëse martohish? S'ka borgjë. Qoj lek burit huj e ti. Pse e bone dasme? Pse e ngejti gjithë të gjona? Atje shkorrej borgjë të shiti. Do lek të burit huj. Edhe mu të shqisë më pranon ndimin. Kjo është kulmi me një mësis. Për këtë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, fukaraj mendje madhë. Do t'jetë për gjithmonë në xhehenemin e Allahut Xhelle Xhelaluhu. Vallai, ai që i ndodhet, thot apo vdes, duke pas vetëm 1 gram me një masi, do t'jetë në xhehenem. Po, vendi keq është, vendi të mërshëm, por do t'jetë gjithmonë. Për shkak sepse kjo ndjenjë shumë e keqe. Kjo i shkatron mirësitë e tjera që ka robi krejt. Lere filonin, thonë apo filonin, si i ka dalë menja, thotë si për këtu. Kjo shkatro imanin. Veprat e mire që ti ke, ti shkatro. Ti shkatro. Sepse do majsh krahun e veprave të këqija. Vallai, shumë kishim për të thonë, po ju tregoj rastin e Omerit, Allahu e më zhirof. Dihet që ka qenë halifi i madh i muslimanëve, 1 ndër 4 burrat e mëdhej që vjen direkt mbas pejgamberëve të Zotit. Pra që kanë qenë burra të mëdhej, besimtar, shok me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka drejtuar shtetin islam për 10 vite, ama e kishte çuar me nemasin në zerra. Nëse do të kishte ndaj diçka si kjo që matet alkooli, edhe po t'ja vendos shëjmerit me imat me nemasin, zerra. Edhe i rast, po thojnë nga Medina për në një vend larg në Siri. Keni parasysh rrugë gjatë, ajo ishte bë plun gjithë, era djers, ajo këmishë që kishte vesh. Edhe para se me sas ati i thot personit që tërhiqte deven, një do të shin deve, thot ti, ta bëjmë me radhë, thot që të hesim ko Siri, thot i pari muslimonëve. Po si ban, thot, shofin njerëzit të gjithë, duke hesëm kam, thot. Po i thot, po si ban, thot, që Omeri ta mendoj këtë gjatë, thot, i thot ati personit. Edhe ai njitet në devet, këj merë ato këpust, duke hesë edhe zbat. Edhe i ven i lidh këto, një knej, një mrapa, kështu i lidh, edhe i varë ke krahu vetë. I tha, mëse thuj ma këtë fjalë, që si do të hesi merim kam, si po hëtë se meri zbadh.
Të njëjtën hesë e Omeri thotë do ta ketë edhe para Zotit xhelle xhelaluhu. Po e mendon tha se ne na lartësoi tjetër gjë përveç Islamit, se ne kështu ishim dhe me një mdhej. Të vra njëri tjetrin për pasuri. Të fut fëmijët gjallë në tokë. Gjallë në tokë. Vajzat me i vra nga me një malësie që kishin. S'lindin vajzat. Me gjithë se venshin nga vajzat, nga nonat, i vrishin gjallë. Vajzat i fuqin tokë gjallë. Tha, mos i thadi. Ne tha, Allahu xhelexher nuk na rriti me pushtet. As me pasuri, as me bukuri. Ne na rriti tha vetëm me Islam. Pra krenaria jonë tha. E vetë me gjë është kjo në rriti dhe Islami. Na solli pejgamberin, na drejtoi zemrat, na proni librin e Zotit Kur'anin, elhamdulillah. Allahu thot në ajet tjetër të Kur'anit, Allahu nuk i do menje mëdhejt. Unë pa them o Zot, na rujt gjithë nga menje madhësie. Barakallahu lana wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد O Allah, na i pranon salavatat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na fal në mëshirat gjithë në që jemi këtu, ja Rabbil Alamin. O Allah, të lutem për gjithë ne, na mbroj nga menja madhësie, ja Rabbil Alamin. O Allah, na mbroj nga menja madhësie, ja Rabbil Alamin. Na mbroj dhe na e fshi, ja Rabbil Alamin, menja madhësin, prej secilit prej nesh, edhe prej starvet familjeve tona, ja Rabbil Alamin. O Allah, na mbaj në këtë din. O Allah, mos na largon nga namazi. O Allah, na afron nga gjithë shka që e fitojmë kënaqësinë tënde dhe largojmë hidhrimin tënd, ja Rabbil Alamin. O Allah, na begato, na mbroj, na siguroj me një mënyrë që të mos kemi nevojë me jashtëni dorën kërkujt veç mandis tënde, ja Rabbil Alamin. O Allah, ai që vjen i smur, shëroje, ja Rabbil Alamin. Ktheje në gjendjen më të mirë. O Allah, ata që vjen të varfër pasuroj, ja Rabbil Alamin. Jepu pasuri halal, mirësi dhe begati, ja Rabbil Alamin. Dhe ato që vend pa martohu, o Allah, martoj dim dhe vajza, ja Rabbil Alamin. O Allah, të gjithë ne na fal, na mëshiro, dhe veçanërisht ato që vend me borxhe, ndihmoj që t'i likuidojnë, ja Rabbil Alamin. O Allah, na fal, na mëshiro të gjithë ne, pjesëtarët e familjeve tona, na i mbaj në këtë din, ja Rabbil Alamin. O Allah, na siguro gjithçka në nevojitet dhe gjithçka në mungon, na e plotëso, ja Rabbil Alamin. Gjithçka që jep te o i madhi Zot, është e mirë, ja Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që të jemi të drejtë, po të jemi dhe bamirësa ndaj njëri tjetrit. Po na urdhëron që të falim namaz. Namazin na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo e keqe. Allahu na pranoj namazet tona.